Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7. Rritja e kontrollit mbi forcat e rendit nga vetë qytetarët në Shqipëri është në thelb të projektit më të fundit digjital të paraqitur nga Agjencia e Mbikëqyrjes Policore. Agjencia e Mbikëqyrjes Policore ka ndërtuar dhe vënë në funksion një aplikacion të ri mobil me emrin Agjencia Digjitale, që ofron qytetarëve një mjet të ri të drejt për drejt, të thjesht për të raportuar çdo shkelje apo abuzim nga ana punonjësve të policisë, Gardës së Republikës, po ashtu dhe zjarfiksit ka 3 autoritete të cilat monitorohen nga kjo agjenci. Me këtë rast, Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha tha ndër të tjera se ky aplikacion do të vinë në ndihmë qytetarëve për të raportuar shkeljet apo abuzimet nga punonjësit e policisë së shtetit, Gardës apo shërbimet zjarfikës. Ky aplikacion është i disponueshëm falas për të gjithë në një sistem shumë të thjeshtë Android dhe mund shkarkohet e përdoret nga çdo qytetar në çdo kohë dhe në çdo vend. Nisma në fakt është më shumë se sa një zgjidhje teknologjike, është një angazhim i qartë për të garantuar llogaridhënie dhe për të ndërtuar një kulturë të re raportimi, ku qytetari dëgjohet dhe i ofrohet mbrojtje. Kjo është detyra jonë parësore. Ministri gjithashtu garantoi qytetarët se anonimati i tyre do të ruhet dhe se mund të raportojnë nga çdo vend. Presidenti i Republikës Kosovës Vjosa Osmani tenton zgjidhjen e ngërçit politik. Ajo priti në takim kryetarin e lëvizjes vetëvendose Albin Kurti. Ky është takimi i dytë që presidenti apo zhvillon me subjektet politike pas konsultimeve të para që ishin mbajtur në një format të përbashkët me të gjithë liderët partijak. Ndryshe nga herët e kaluara, kësaj radhe takimet zhvillohen ndaras me secilin lider. Grupimet politike janë të ndara për mënyrën e zgjedhjes së kryetarit të Kuvendit Kosovës. Opozita kërkon marrëveshje ndërsa vetëvendosja kërkon të caktojë emrin e propozuar prej saj si partie parfituese e zgjedhjeve. Bota. SBA i bën thirrje Hamas të pranojë armëpushimin 60 ditor me Izraelin në Gaza. Presidenti Donald Trump u bëri thirrje militantëve të bien dakord me atë që e cilësoi si propozim përfundimtar. Shpresoj për të mirën e lindjes së mesme që Hamasi ta pranojë këtë marrëveshje, sepse nuk do të bëhet më mirë, vetëm do të përkeqësohet, shkroi Trump në platformën sociale Truth Social. Ai shtoi se Izraeli është pajtuar me kushtet për të finalizuar armëpushimin 60 ditor. Presidenti SBA tha se propozimi do t'i dorëzohet Hamasit nga përfaqësues të Katarit dhe Egjiptit. Vota e zëvendës presidentit G.D. Vance ishte e nevojshme për të miratuar projektligjin e shpenzimeve të kërkuara nga Trump në Senat me qëllim avancimin e agjendës së tij ekonomike bazuar në shkurtimet monumentale të taksave. Projektligji i madh dhe i bukur, siç e ka quajtur kreu i shtëpisë së bardhë, është në thelb projektligji financiar i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Trump e donte atë mbi të gjitha për uljen e taksave për afërsisht 4.5 trilion dollarësh. Sipas vlerësimeve nga zyra e buxhetit Kongresit, ai do ta afrojë buxhetin publik me 3.3 trilion të tjerë gjatë 10 viteve të ardhshëm. U mbyll zyrtarisht roli i Agjencisë Amerikane për Zhvillim Ndërkombëtar USAID. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio, përmes një njoftimi zyrtar në Departamentin e Shtetit, njoftoi ndryshimin në mënyrën se si do të menaxhohet ndihma e huaj, duke u shprehur se për amerikanët dhe shumë njerëz në gjithë botën, një këriku shënon fillimin e një epoke të re të partneritetit global, paqes, investimeve dhe prosperitetit. Sekretari amerikan i Shtetit Marco Rubio kritikoi ashpër mënyrën se si USAID ka funksionuar, duke thënë se agjencia shpesh promovonte ide dhe grupe anti-amerikane dhe kishte modelin e saj të ndihmës si një bamirës dhe jo si instrument të politikës së jashtme që shërben për interesat amerikane. Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.